Sot filloi zyrtarisht java e solidaritetit 2026. Gjatë 5 ditëve në vijim, do të realizojmë një sër aktivitetesh humanitare me qëllim promovimin e solidaritetit dhe mbështetjen e familjeve në nevojë. Aktivitetin e parë po e realizojmë në Gjilan, në kuadër të projektit Bukë dhe Shpresë, ku po shpërndajmë pako ushqimore për familje që kanë më së shumti nevojë. Ky është vetëm fillimi i një javë gjatë së cilës do të jemi në terren pranë qytetarëve dhe bashkëardhëtarëve tanë, duke prezantuar projektet tona humanitare dhe duke ftuar të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë e këtij misioni. Falenderojmë të gjithë donatorët dhe vullnetarët që po e bëjnë të mundur realizimin e projektit Java e Solidaritetit 2026. Le ta nisim këtë javë me veprat e mira, sepse çdo ndihmë, sa do e vogël, mund të bëjë një ndryshim të madh në jetën e një familje.